Hoxh, transplanti i mitrës në islam është i lejuar. Ne kemi thënë dhe herë tjetër, në momentin që ka organe riprodhuese, siç është rasti i vezoreve tek femra apo i testikujve tek meshkujt, nuk lejohet. Nuk lejohet sepse transmetohen edhe ato, si thon, genet e kromozonet e trupit, si më thënë. Pra, në më thënë, shkurt e hesapi, bëhet përzierje në gjenealogji. Pra, humbet filli, bëhet përzierje. E për këtë arsye nuk lejohet. Pra, shkurt, të më thënë, për mos me lodh pyetësin ose pyetëse, nuk lejohet në islam.